Sa po përshkruat Durrësin. Kjo është gjithë Shqipëria. Dhe kjo është një ndër shtytjet e brëndshme që unë e kam gjetë si formë reagimi i kandidimit. Sa i frikshëm është prokurori, ishte pak teknike kjo pjesë e bisedës me që dashur, do përpiqemi të bëhemi pak më politik në këto momente se kuriozitetet janë shumëta. Sa i frikshëm është prokurori Arjan Doja, kandidat për deputet, për listën e Partisë Socialiste të Durrësit? Kujtojmë, lista 2021-shit është e gjitha në burg dhe kush nuk është në burg është për burg. Ca janë të bandave, që besoj i njihni më mirë se unë, kam përshtypjen, ca janë që vinë direkt nga korrupsioni. E para si ju duken këta kandidatët që keni përballë dhe a mendoni se ju jeni personazh i frikshëm për ata? Jo, kjo pjesa personazh i frikshëm nuk ekziston. Nuk ju pëlqen si etiketi? Nuk më pëlqen. Nuk ka bazë ligjore, nuk ka bazë ligjore. Tash i do të them vetëm dy gjëra. Unë kam zgjedhë të shkoj në Durrës për disa arsye. E para si formë reagimi për këto gjëra që sapo folëm më parë. E dyta sepse kam punuar aty. E treta sepse me kryen jam lindë rritë dhe kam. Është qarku Durrës? E katërta për t'i tregu gjithë opinionit publik që unë jam i pafajshëm lidhe me atë ngjarje që ka ndodhur dhe që s'kam absolutisht asnjë lloj kompleksi që të shkoj pikërisht në atë vend ku kam punuar, kam vazhduar të punoj dhe pas ngjarjes, dhash dhe dorëheqjen, edhe që kam kontributin më të madh jetësor dhe marrëdhënie më të madhe me një numër të pakuizuar njerëzish. Tani unë do bëj vetëm një diferencë vogël atje dhe për këtë s'duhet pas frikë. Unë thjesht do ndërgjegjësoj qytetarën takime të drejtë për drejta, që është pjesë e imja, pa fushata të mëdha, takime drejt për drejta, takime drejt për drejta. Është stili juaj kjo. Po, ku unë mendoj që do kem mbështetjen edhe të votuesve, po themi me prirje të majta, sepse kjo sistemi patronazhimi këtë i bëri shqiptarëve. I bëri të ndarë në të majtë në të djathtë, ndërkohë që se kush që është i ndërgjegjshëm dhe i arsyeshëm që e kupton që kjo rruga nuk është rruga e duhur, e ndryshon rrugën. Sigurisht, reflekton pavarësisht bindjeve. Kokforcia është një tipar që mund t'i shoqëroj shumë njerëz, por kur kjo rrugë dihet që s'është rruga e duhur, shumë njerëz orientohen. Dhe Durrësi, për mendimin tim, unë përveç 2 fakulteteve që kam po dhe 2 specializimeve, gradës si doktor shkencash. Ju jeni doktor shkencash? Po, dhe pedagog në universitet, antar i Komisionit Pranimit Magjistratëve para ca vitesh. Gjithsesi, Durrësi është barometri special i zgjedhjeve në Shqipëri. Po nëse janë të lira. Se janë popull me shumë intuit, popull që e duan lirinë, popull që nuk e pranojnë shtypjen dhe nuk e pranojnë arrogancën askujt. E jo më tepër të pushtetit. Pra këtë e kam eksperiencë personale dhe i përshëndes gjithë votuesit e qarkut Durrësit sepse kanë kulturë demokratike shumë të lartë. A mendoni se prania juaj e rrit garancinë për zgjedhje pak më të lira në mënyrë që disa njerëz atje të mos influencojnë shumë në zgjedhje, se ju me eksperiencën tuaj mund ta bëni një PD-n zgjedhje fundit bëri libër me 300 faqe për shkeljet elektorale. Me sa faqe do e bën Arjan Doja librin e krimeve elektorale për Durrësin? Në të shkuara? Jo, në 11 maj. Deri tani nuk po shoh krime elektorale për qenë. Situata është mjaft e qetë. Pra kanë frikë nga prokurori edhe s'është prokuror. Jo, ata e dinë, ata që më njohin e dinë që unë jam njeri i vendos, nuk tërhiqem brapsh. Bile kjo është një ndër arsyet që kam simpati edhe për drejtuesin e Partisë Demokratike. Njeri i vendosur, morim përsipër përballesh me të vërtetën, sigurisht me institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare dhe me shtetin më të madh fuqishëm të botës, po me të vërtetën. Pra ai kishte besim që e vërteta mund vonoj, mund t'i shkaktojë dhe dëme, por edhe mos të harrojmë, them publikisht edhe për votuesit e tjerë antar të Partisë Demokratike, që ai mori kosto shumë të mëdha personale, familjare, absolutisht. Ai ndikoi edhe mbi gjithë familjen e vet. Por në emër të drejtës dhe në emër të misionit që ka zgjedhur, ai vendosi të përballet. Në ky shembull për ju? Po, absolutisht po. Edhe këtë natyrë kam e thonë. Domethënë, njeriu nuk mund të fshihet pas gishtit. Sa do ta mbyll njërin sy, nuk mund të fshihet pas gishtit. Ai është i vërtetë, ai është e vërteta në veprim. E qartë. Kudo që jeton. Zotin Doja, në fushatat e shkuara, që kur ka ardhur Rama janë rralluar pak dhe janë nxerruar në fakt përballjet mes kandidatëve kokë në kokë për zona të caktuara. Ju dini gjithë horliqet e pushtetit në Durrës të më shumë se dekadës fundit. Nga Vangjushi e ca tjerë këtej. Mendoni se do pranoj njëri të përballet me ju në takime publike? Do të bëj parantezë tani sepse unë ndaj marrëdhëniet politike me marrëdhëniet njerëzore.
Në lidhje me ish kryebashkiakun e Durrësit, kam pas marrëdhënie shumë të mira institucionale dhe gëzoj respekt personalisht për të si individ. Hyn tek njerëzit shumë bashkëbisedues dhe negociues. Madje këtë gjë ma kanë përmend edhe në vetin. Dhe ja deklarata ime për telefonin e kryeministrit, gazetarët që ishin pranishëm nuk kanë arritur ta deshifrojnë dot, por unë kam thonë, meqense ju më thoni që kam pas kontakt me kryetarin e Bashkisë Durrësit, kryetarin e Bashkisë Kavajës dhe me ish kryetarin e Komunës Shëngjinit, që janë persona publik dhe detyra ime si përfaqësues, drejtuesi i prokurorisë ka qenë përfaqësoj institucionin me 30, unë kam pas këtë lloj marrëdhënie. Atëherë hapni telefonin e kryeministit dhe aty mund të gjeni komunikimet që ai ka me persona të caktuar. Sigurisht aty, zoti më fal, mund dalin edhe persona të tjerë, po është punë e tij, po. Unë them, ai e ka thënë që mos pa pakë telefonin. Unë kur jam drejtu, kam thonë për këta persona. Kështu që qenia ime atje nuk i frikson njerëzit, po i vendos pozita të shëndosha pune. Pozita të shëndosha pune është ironia më e bukur që mund të thonit. Ku pozita më të shëndosha pune nëse kemi të bëjmë një pushtet që ka një normë korrupsionit pa njohur më parë për historinë e Shqipërisë dhe të Europës. Se skema 5D, edhe në Durrës ka ca skema 5B, kështu OSHE, këto gjëra. Kush do ishte në pozita të shëndosha pune përballë një bisede me ju në media për shembull? Tani kam unë një lloj sikleti që s'kam bërë si krim, jo. Jo dikush që vjen nga pushteti. Po të kishin vepruar dhe i pjesë e kolegëve të mi me seriozitet në atë kohë, gjatë atyre viteve, kur sapo filloi reforma në drejtësi, kjo frym anatemimi, linçimi, stigmatizimi ndaj juristëve, saqë edhe në shtëpi edhe në rrethet tona të afërta familjare u vendosën pozitë saqë na shikonin njerëzit. Ju vinin vetë në dyshim. Çfarë keni bërë? Pra gjithë ky fokusim i opinionit publik tek drejtësia kishte të bënte me vënien në trysni, me qëllim që pala tjetër, po themi ekzekutivit, të kryejnë ato reforma ose ato plane që kishte për kapjen e sistemit drejtësisë. Për kapjen e sistemit, po edhe për çuarin e vendit në këtë gjendje që jemi sot. Për të justifikuar gjithçka. Pra, nuk janë ne nisim nga pasoja. Në përgjithësi njerëzit kur analizojnë, ndërkohë që unë nisim nga profesioni, nga veprimi. Pra fillimisht ne shohim veprimin. Ky veprimi nuk është kurrë i paqëllimshëm. E kuptoj. Një kuriozitet të fundit, ju e lam që të flisnim për Spakun, po ka një shprehje që ka ardhur nga kryeprokurori i posaçëm që mua nuk më kalon poshtë. Për disa nga krimet më monstruoze që ka pasur Shqipëria në kuptimin e korrupsionit, kemi dëgjuar shprehjen e krime intelektuale. Ju si doktor dhe intelektual i jurisprudencës, do e kishit më kollaj për këto krime apo do ishin po aq intelektuale edhe për ju? Shiko. Dhe nëse vjen PD-ja në pushtet pas 11 majit dhe ju, a mendoni se do sillen ndryshe prokurorët ndaj këtyre çmendurirave siç janë inceneratorët, tigrat e Belës dhe koncesionet e llaftarshme, shkatrimi i shëndetësisë me koncesionin e sterilizimit, check-upit e tjerë? Do saksoj vetëm dy gjëra. Ndoshta edhe me batuti jeni në lirë. Këto janë fenomene shumë të rënda, nis nga vlerat ekonomike që ato kanë. Po sigurisht. Po problemi është që prokuroria është institucion që vonon pak me hetimet. Problemi i prioritetit hetimeve për një rast caktuar ose jo, është çështje edhe shtytje brendshme pastaj e çdo individi. Në rastin konkret këto çështje duhen vlerësuar me prioritet se kanë të bëjnë me gjithë kombin. Po të marr vetëm autostradën këtu nga Kashari deri në Thomas. Po Thomas Kashar. Ta marr dikush ta bëj këtë autostradën, vetëm të udhthoj me të. Por mos merret me vlerën fare, me vlerën e merret me gungat dhe gropat? Po të merret me gungat, me gropat dhe me të drejtën e tarifimit proporcional. Vetëm me këto, siç jemi qytetarë të lirë që shkojmë jashtë vendit. Dhe të shohim që makina aty është shumë e vështirë për të ngarë në kushte shiu, po edhe në kushte të tjera. E dyta, e njëjta tarifë është tarifë fikse, se ka dalë të taksimet fikse, taksat fikse, taksat progresive. Po jo më është proporcionale. Unë aq akses sa kërkoj për atë të paguaj. Pra ne kemi harru konceptet. Do me thonë, më keq ndihet i mashtruari se sa mashtruesi. Është një thëndje. Më keq ndihet i mashtruari se mashtruesi është shumë. Është një thëndje e drejtorëve gollit në lidhje me këtë fakt. Pra Spaku ka në dorë që të kthej besimin e publikut. Ka nuanca, ka veprime që i ka bë, po ta shohësh tamam, duket si ajo që thuhet shpesh nga ana e gazetarëve, po edhe politikanëve si një regji e paracaktuar se çfarë regji qendrore. Pse e them këtë gjë? O ka rrjedhje nga ky institucion, informacioni,
sepse dalin prakish gazetarë dhe thonë, këtë javë do ndodhë kjo, ndoset e plota. Është kthyesin dhe ato emisione televizive për sportin, ku jepet opinion se çfarë do ndodhë për para ndeshjes, sa do jetë rezultati i ndeshjes, dhe më pas bëhet analiza. Kemi edhe ndeshjen me Anglinë, keni në parashikim? Ja, s'kam, po i uroj kombëtarës shqiptarë sukses. Kush do e votoj Arjan Dojën? Arjan Dojën do e votojnë gjithë qytetarët e ndershëm Durrësit, të cilët besojnë tek vlerat individuale të mia, si jurist, si familjar, babaj 2 fëmijëve, si njeri i cili nuk është i shoqëruar nga vese dhe nga probleme të tjera personale, njeri që e mban fjalën dhe njeri vendosur për të shkuar në fund gjërave. Kush nuk do e votojë Arjan Dojën? Arjan Dojën nuk do votojnë militantët e smur të cilët janë me Partinë Socialiste, pjesa tjetër absolutisht dhe brenda njerëzve që kanë votuar të majtën, unë kam shumë miq dhe shumë mbështetje. E shoh nga takimet që po bëj, sepse njerëzit kanë nevojë për ndryshim. Dhe jo për ndryshim e emrash, por për ndryshim sistemi. Ka arrit atje ku njerëzit, me që jemi në këtë moment, në këtë orë ditës, besoj që shumica e njerëzve që na shikojnë tani mund të jenë pensionistë. Jo domosdoshmërisht, po... Jo domosdoshmërisht, po të paktën kjo klasë mund të jetë më aktive. Imagjinoni ti kanë gjithë punët e rregulluara në aspektin ekonomik, mos të mungojë asgjë. S'po flas për pensionet, se e din vetë. Fëmijët e tyre janë detyruar të marrin rrugë të emigrimit e tikin jashtë. Ku ka kënaqësi më të madhe për i prind se sa di ketë fëmijët në Shqipëri. Edhe niprit. Një vend i bekuar nga Zoti me këtë klimë, me këto mundësi, me këto resurse dhe ish populluar. As serbi nuk ja u ka bërë kosovarëve këtë që u ka bërë kjo qeveri shqiptare. Ka nevojë për reagim. Dhe gjithë duhet të reagojnë. U bëj thirrje gjithë dalin të votojnë, s'ka rëndësi votojnë Arjanin apo s'votojnë Arjanin. Të dalin të votojnë dhe të japin reagimin e tyre, sepse edhe faktori ndërkombëtar do pajtohet në atë vendim që do marrim ne. Që do thotë, ne pranojmë të nënshtrohemi ndaj një diktature të hapur që po ndodh sot në Shqipëri. Mungon e drejta aksesit për të shkuar në gjykatë, mungon vendi, pra imagjino. Mungon e drejta pikë. Por edhe mos ta elaborojmë shumë, mungon e drejta pikë. Edhe mediat pikërisht pse ka marrë sot këtu. Edhe mediat janë në tërësni, edhe mediat janë me regji. Po manipulohet e vërteta. Pra një të vërtetë që ne e dim që ka ndodhur, vetëm thjesht nga mënyra se si ndërtohen formatet televizive, emisionet televizive, persona që marrin pjesë aty në atë, bëjnë një punë komplet gabuar në drejtim pasqyrimit. Zotin Doja, unë kam një paragjykim pozitiv për ju, që jeni njëri që i shifni skenaret, ashtu si besoj çdo prokuror shifni ca daydream quhen skenare ku me mundësi të ndryshme dhe variabla të ndryshme. Dhe kam përshtypjen se në ëndrat tuaja të ditës keni parë shpesh herë momentin kur ju futeni në parlament dhe keni përballë Edi Ramën dhe Erion Braçën. Çfarë do i thoni atyre kur t'i keni përballë, ose në interpelancë, ose nga foltorja e kuvendit? Një batut, një fjali, një gjë, ma thonë, mos e alini kohës, ma thoni sot. Ma thoni live në 9:19 kemi 8 minuta që jemi mbi orar. Shiko, ata sigurisht do ta kenë një arsye që kanë po këto sulme kaq represive ndaj meje. Po sigurisht që mbi bazën e fjalëve të atyre duhet jemi të kujdesshëm se një kryeminist ose një funksionar i lartë shtetëror nxit ndjenjat e pa kontrolluar dhe një personat pa kultivuar dhe të parsimor që të bëjnë dhe veprimin në raport me tjerë. Ne e dim që kur përmendet emri një personi në parlament, ky person ose do t'i nështrohet në procedurë hetimore qërësore, ose larg qoftë do jetë edhe objekti ndaj sulmi fizik ose ndaj jetës ose ndaj shëndetit. Kështu që këta duhet jenë më të kujdesshëm, po nuk u vere sepse formimi i tyre u alejon që të bëjnë. Në ç'kuptim formimi i tyre? Po formimi i tyre profesional. Formimi, po tash. Po formimi profesional. Po tash një aktor më shumë ose një skulptor ose një piktor e shpreh më shumë mendimet e tij nëpërmjet vendosjes një skulpture, një pikture, cilën ndoshta ne njerëzit e tjerë që nuk e kuptojmë do të na shtillojë dikush. Ne kemi artin e fjalës juristët. Dim ta shtillojmë fjalën, dim të flasim bukur, po dim të flasim dhe saktë, sepse përballemi me pasojat. Këta nuk marrin përgjegjësi për fjalët që thonë. Personalisht, të dy persona që thuti, unë i shoh me keqardhje, i mëshiroj për ato që kanë thënë ndaj meje. Dakord, me mëshirë... Me mëshiroj personalisht, ndërsa politikisht, po ju them, do kontribuoj maksimalisht deri në fund që ata mos jenë pushtet. Unë personalisht. Po në kështu? Ato i vinë radhës, ato nuk e bën Arjani, e bën ligji. E bën ligji, nuk e bën e vërtet miqë se kishit emrin Maliq se do shkonte shumë keq kjo batuta. Jo. Unë jam për sistemin, nuk jam për emrat.
Do me thonë ne të ndërtojmë një sistem të saktë ku qytetari të ndihet i lirë, të ketë akses në gjykatë, të ketë akses për të marrë përgjigje dhe të ndalojmë burokracinë e institucioneve, arrogancën, përqendrimin. Absolutisht. Këtu besoj bijem dakord kushdo pavarësisht bindjeve politike. Prokuror apo deputet, si preferoni? Kandidat për deputet, ish prokuror. Në 11 maj, në 12 maj çfarë do donit? Me 12 maj do doja që Partia Demokratike të marrë numrin e nevojshëm për të krijuar qeverinë e re, edhe t'i kthej shpresën edhe buzëqeshjen qytetarëve të këtij vendi.